Intelekti është një pemë, frytet e së cilës janë bujaria dhe modestia. Kjo thënie nxitëse thekson rëndësinë e intelektit dhe ndikimin e saj në veprimet dhe karakterin tonë. Në kontekstin e kësaj thënie, intelekti krahasohet me një pemë që simbolizon rritjen dhe zhvillimin e saj. Fjala pemë nënkupton potencialin e intelektit për të dhënë fryte, ashtu si pema siguron ushqimin dhe furnizim. Intelekti ka aftësinë të prodhojë rezultate dhe virtyte pozitive. Përmes intelektit, ne mund të kultivojmë dhe ushqejmë frytet e bujarisë dhe modestisë. Fjala fruta i referohet përfundimeve ose rezultateve të intelektit. Në këtë thënie, frutat identifikohen si bujari dhe modesti. Le të shqyrtojmë kuptimet e këtyre virtyteve në dritën e Kuranit. Bujaria është akti i dhënies lirshëm dhe jo vetjak. Është një cilësi që buron nga një zemër e dhemshur dhe një ndjeshmërie ndaj të tjerëve. Kurani thekson rëndësinë e bujarisë në ajete të shumta, si në suren Bekare, ajeti 261, ku Allahu thotë: Shembulli i atyre që e shpenzojnë pasurinë e tyre në rrugën e Allahut është si fara që mbin 7 kallinj, në çdo kalli ka 100 kokra, dhe Allahu ja shumëfishon shpërblimin e tij kujt të doj, dhe Allahu është gjithëpërfshirës dhe i gjithëdijshëm. Modestia është virtyti i përulësisë dhe vetëpërmbajtjes. Ajo përfshin të qenit i vetëdijshëm për veprimet dhe të folurit e dikujt, duke shmangur arrogancën dhe pamodestinë. Kurani thekson rëndësinë e modestisë në suren Araf ajeti 26, ku Allahu thotë: O bijtë e Ademit, ne ju kemi dhuruar veshje për të fshehur pjesët intime dhe sistoli, por veshja e devotshmërisë është më e mira. Kjo është prej argumenteve të Allahut që ata ndoshta do t'i përkujtojnë. Tani, le të mendojmë mbi mesazhin ndikues të kësaj thënie. Imam Aliu na tregon se intelekti, kur ushqehet dhe zhvillohet, shpije në kultivimin e bujarisë dhe modestisë. Kur intelekti ynë është i shëndosh dhe i udhëhequr nga mësimet e Islamit, ai na mundëson të marrim vendime të urta dhe të veprojmë në një mënyrë që u sjell dobi të tjerëve. Bujaria dhe modestia janë virtyte të ndërthurura që plotësojnë dhe forcojnë njëra tjetrën. Nëpërmjet bujarisë, ne ndajmë bekimet tona me të tjerët, duke pranuar se gjithçka që kemi është në fund të fundit një dhuratë nga Allahu. Modestia, nga ana tjetër, na mban të vendosur dhe të përulur, duke na kujtuar se arritjet dhe zotërimet tona nuk janë një masë e vlerës sonë. Duke i mëshiruar këto virtyte, ne kontribojmë në përmirësimin e shoqërisë dhe forcojmë lidhjet vëllazërore mes muslimanëve. Bujaria jon i lartëson ata që kanë nevojë, ndërsa modestia jon nxit një mjedis respekti dhe përulësie. Si përfundim, thënia e Imam Aliut thekson rëndësinë e edukimit të intelektit ton dhe përdorimit të tij për të kultivuar frytet e bujarisë dhe modestisë. Nëpërmjet këtyre virtyteve, ne mund të kontribojmë për një shoqëri më të dhemshur dhe harmonike, të udhëhequr nga mësimet e Kuranit dhe shembulli fisnik i profetit ton të dashur Muhammed. Allahu na dhon urtësi për të zhvilluar intelektin ton dhe aftësinë për të mishëruar virtytet e bujarisë dhe modestisë.